Këtë të diel, qyteti Beratit ka mirëpritur edicionin e tretë në Berat Green Half Marathon, një ngjarje sportive që ka bashkuar qindra sportdashës shqiptarë të huaj. Maratona, që përfshinte distanca të 10 dhe 21 kilometra, ka sjellë një atmosferë të jashtëzakonshme, ku mbi 400 pjesëmarrës vrapuan në rrugët e qytetit duke u bërë promotor të bukurive të tij të mrekullueshme. Ladi Hoxha, një nga organizatorët e këtij eventi, tha se zhvillimi i Berat Green Half Marathon po kthehet në një traditë e rëndësishme, e cila po tërheq gjithnjë më shumë sportistë profesionistë dhe amator. Sipas tij, ky aktivitet është një mundësi e shkëlqyer për ata që duan të sfidojnë veten dhe të kalojnë përmes rrugëve të kaldrëmta të Beratit, një qytet i njohur për bukurinë e tij. Besojmë që Berati do vazhdojë të ketë një traditë edhe më masive dhe më shumë pjesëmarrës qytetarësh dhe më shumë elitë nga Europa. Këtë vit vëmrej që edhe shqiptarët janë bërë më të zotë në sportin maraton, është krijuar një traditë, një kulturë duke u stërvitur, duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Maratona e Beratit u mbyll në mesditë ku dhe u shpërndan dhe çmimet respektive. Në kategorinë 21 kilometra për meshkuj, garuesi turk Yzeir Söylemez arriti ta përfundonte garën i pari me kohën 1 orë e 6 minuta e 40 sekonda, duke thyer dhe rekordin e vendosur vitin e kaluar, ndërsa pas tij u renditën Ivan Bubnov dhe Nesim Kërkouri. Për femra, vendin e parë në 21 kilometra e rëmbeu sportistja e Tiranës Eredia Dauti, e cila ka marrë pjesë dhe në 2 maratonat e para. Kjo është medalja e parë e artë e saj pas 2 vendeve të dyta në garat e kaluara. Në 20 kilometra çmimi i parë që marr si e para, 2 edicionet e para kam dalë vend 2, u futa më shumë si tip stërvitje, vetëm doqa një ritëm që më kishte kontra njeri, që do të trafoja mbosh ritmin te 4 minuta, edhe ja dola, gjatë gjithë rrugës kam marrë ritëm konstant. Pasaj në vendin e dytë dhe të tretë u renditën në Zhulin Ek dhe Judit Varga. Në garën 10 kilometra fitues u shpallën vendi i parë Biljana Kiradieva, vendi i dytë Ejona Cufe, vendi i tretë Eriona Bokçiu. Në garën 10 kilometra për meshkuj, vendi i parë u shpall Bledar Mesi, në vendin e dytë Mujahid Mislimi dhe vendin e tretë Tiron Mamusha.